filluar nga mjek, pra doktor, e deri të ata specialistët e IT-s, por dhe të fushave të tjera, që pastaj ne nuk mund të ndalim për gjetur mundësi të reja. Kur po thoni për trajnime, po ashtu një tjetër temë ka të bëj me pagesën e meditjeve dhe kushtet me cilat i dërgoni këta njerëz jashtë. Po e shoh që ose s'paku nga kontaktet që ka me njerëz dhe tu lumtu për këtë emision, ka ose ndalje të plot pagesave ose ka zvoglim drastik. Aq shumë është grope madhe në buxhet sa s'mund të paguhen meditjet e njerëzve që dalin jashtë? Ne i referohemi një rregullore, pra pagesat bëhen bazuar në një rregullore të qeverisë, nuk ka përcaktim të veçantë për Ministrinë dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës. Okej, që i vjen që nëse janë nalë për krejt qeverinë. Si të gjithë zyrtarët, gjithashtu fatkeqësisht për ne, për shkak që me të vërtetë për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kjo është më ndihshme, edhe pse çka është për të theksuar prapë këtu është që muajin e parë gjithë pjesëtarët që dalin jashtë vendit, por për një muaj të plot, marrin meditjen e plot, kurse më pastaj normalisht janë këto vështirësitë që besoj që do të rregullohen nëse mund të përjashtojmë Forcën e Sigurisë së Kosovës nga ajo rregullore. Çështje tjetër, nëse po flasim për do prej privilegjeve, është një deklarim i njeriu që nominalisht është komandant suprem i forcës, presidentja e Republikës, e pa të paraqit një farë plani, një 7 pika, një 7-8, një zotim të madhë për i cilit me sot unë s'ka dalë asgjë. A me keni marrë seriozisht që ato në herë? Normalisht, ai si dokument është paraqitur. Jo, më duket që është. Pagesa shtesave në paga për rrezikshmëria, ka ndodhur që më duket veç 2-3 muaj ka ndodhur para zgjedhjeve. Këto prap do të adresojmë me një dokument veçantë brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës. Që i vjen s'ka ndodhur. Pagesa e kujdestarisë dhe punës jashtërarit është duke u bërë. Aktualisht kemi pas këta 2 muajt e kaluar një problematik në aspektin e menaxhimit që kryesisht ka ardhur për shkak të planifikimit, mirë po si proces ka filluar. Okej, 2 muajt e kaluam nuk janë pagu, po dikush i ka regjistruar ato, kanë më u pagu retroaktivisht njerëzve. Patjetër. Ne i paguajmë prej muajit dhjetor pagesat e kujdestarisë, edhe te pagesat e rrezikshmërisë për çështje të caktuara ka pagesat të rrezikshmërisë. Për shembull kemi pas për deminim për po veç 2 muajt e fundit janë nga vonohen. Jo, nuk ka të bëj kjo me 2 muajt të pagat për rrezikshmëri. Jo, nga për puna jashtërore të kujdestarisë 2 muaj është ka vonohet. Për rrezikshmëri ka pas raste. Meditje për pjesëtar gjatë shkollimit jashtë e sqarut. Kjo s'ka gjopi asaj pune. Sigurimi shëndetësor. Të sigurimi shëndetësor dihet tashmë që është një ligj për gjithë Republikën që adreson çështjen e sigurimit shëndetësor. Ne në Forcën e Sigurisë së Kosovës kemi qendrën mjekësore, cila ofron mbështetje mjekësore për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, mirë po e kemi edhe memorandum bashkëpunimi me qendrën klinike universitare dhe spitalet të tjera për trajtimin e pjesëtarëve. Okej, për shkak se pas sigurimit shëndetësor, presidenti ja shkon tutje, flet për